Kjo është rruga e cila përshkon fshatin Jahoc të komunës së Gjakovës, e cila është gjatë 1,5 km dhe ka filluar të ndërtohet në vitin 2012. Rruga edhe 2 vite pas fillimit të ndërtimit ende nuk është asfaltuar dhe banorët e fshatit thonë se kjo ju shkakton probleme të mëdha në qarkullim. Si banorët fshatit unë me thana po thënë se na krijojnë bukur probleme shumë të mëdha. Megjithëse ne jetojmë shumicën e kohës jemi jashta, po edhe megjithatë kur vim na këtu për sa vim 10 ditë, ne po na krijojnë probleme. Vim të mëdha, vim me kerre për shembull të jashtme. Këtu janë kriju gropa të mëdha, pluhën vers, kurse dimnit prej lloçit s'muj me dalas me kalu. Banorët e fshatit shprehen se për ndërtimin e kësaj rruge kanë participuar me 19.000 euro, por firma kontraktuese asfalti ju ka thënë se derisa të japin të gjitha mjetet të cilat janë në kontratë, atëherë ata do të fillojnë punimet. Për asfaltim ka thonë që mi dërgon komunja të hollat, unë me një herë jam në gjeni mrana jave me u përfundu rrugën. Po ishëm fakt dje, pa të mba kërkesën edhe ne pranoj, kryetarja Mimoza dhe i tërguam, e bam pyetje për çdo ndalesa, pse është ndaluar rruga, shkaku i buxhetit mirë, po tha për 2015 ju sigurej se kjo punë do të rregullohet, do të shtrohet asfalt. Në kuvendin e komunës së Gjakovës thonë se kjo rrugë do të kryhet sipas projektit me të cilin është bërë kontrata në atë kohë dhe se janë takuar me banorët e fshatit Jahoc. Besoj se fillon rruga, mirë po prapë thëm, fillimisht e kemi, domethënë, rishiqimin të aprovuar dhe mandej na jepën të gjitha mundësitë që të qesim në linjat e caktuara. Ne kemi biseduar edhe me komunitetin, domethënë kanë biseduar edhe me ne, kanë qenë edhe në zyrën tonë. Unë po ashtu me kolegët e mi, domethënë me stafin teknik kemi bërë edhe një vizitë para se marrë komuniteti këtu dhe të njëjtat ja kemi shpjeguar komunitetit, të cilët pak a shumë e kanë kuptuar dhe në fund janë ardhur në përfundim se punët kanë me ecë mbar dhe të gjitha kanë mbëshkuar në bazë të kontratës. E gjithë projekti i rrugës Race Jahoc kushton 148.000 euro, ndërsa pa u paguar kanë mbetur edhe 104.000 euro, ndërsa banorët e fshatit Jahoc kanë shpresa që kjo rrugë do të përfundojë së shpejti.